ju do t'i duket e çuditshme nëse do të them që edhe në moshën 0 deri në 6 vjeç, 6 muaj ne duhet të bëjmë aktivitet fizik. Dhe duket sikur çfarë do t'i bëjmë fëmijës tani, por ekzistojnë lojra të veçanta me topa, me lodra, me rrotullime, me imitime, të cilat janë ushtrimet e para të fiskulturës së një bebi. Kështu që duhet patjetër që prindi të ketë kujdes. Unë kam shkruar edhe tek libri një kapitull enkas për këtë situatë, ku vërtet fëmia dhe prindi duhet të bashkëveprojnë dhe kështu ne shohim edhe sjellje të tjera, kuptojmë edhe reagime të tjera të një fëmie. Kështu që nuk duhet presim moshën 12, 13 vjeç, 14 vjeç që fëmia të mund të shkojnë në palestër, por që në foshnjërinë mund të bëjmë ushtrime fizike që ndihmojnë zhvillimin e trupit të tij dhe pastaj në moshën shkollore duhet të bëj volejbollin, basketbollin, futbollin. Për futbollin por unë do të kisha preferuar më shumë notin edhe ecjen.